Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderjush. Sot kemi një emision fantastik, por para se të vazhdoj, dua t'u drejtohem disa thashethemeve që janë shpërndar nëpër korridoret e Andales. Gjasme ka ndodhur një sherr fizik midis Marselit dhe Meglit. Që janë kapur për flokë, është gjysma e flokëve perfekte të Marselit ka humbur dhe dua të them që është plotësisht e vërtet. Është totalisht e vërtet dhe mu desh të merrja masa dhe do ta ridimensionoj këtë emision, siç bëri Blendi Salaj, duke marrë çdo puntat nga një sidekick të ndryshëm dhe sot me mua do jetë Heidi Baci. Jo, por do jetë dikush akoma më interesant, zonja Dalina Buzi. Dalina? Faleminderit. Jo më shumë fansa sa Heidi dhe. Kush është kjo? Të pëlqen studio? Interesante, se kisha parë ndonjëherë. Ta shikoj sot ama. Është hedhur lekë mas. Po, jo po e shoh tamam, çfarë është prishur që nga fillimi. Se vija po i merr mbrapsht, po. Si e? Nuk do ta shoh më shumë. Mirë. Faleminderit shumë që e pranove këtë ftesën që më erdhe kështu të më bësh shpatullën time. Ti s'e mësuar ti shpatull, po. Përveç se kushtet e goca dhe gra. Ishte shpatulla të njëra tjetrës. Absolutisht. Shpatulla gjoksi njëra tjetrës. Absolutisht. Greshër e madhe ishte ai emision. Çfarë kishte ti vetë? Me Arminën. Armina aty ishte para se të shëndoshej. Pa. Më se të ta presim se e di që e ke shoqe. Jo, mos e prit, s'ka problem. Jo, Armina është cool fare. Qesh, do sa të qa natën, po qesh kështu, publikisht. E mo, po qani fshin me lek. Okej, qofshim nga shtu dhe tërë, qofshim nga të dhimbje. Je në vendin e Meglit aty. Po. Megli në fakt nuk është e uzu me Marselin, po e hoqja se metalli në shkuar. Më bëri të merri madho. Po më imitonte mua, si nga që jam nga Pogradeci dhe them të merri madho. S'mbati, vetëm aq. S'mbaj fare, kështu që ti ka dhënë fjalët kyça që do thuash Melisa? Ja, diçka për sponsorat? Do thuash, jo, i bukur, jo, vetëm për mua. Për ty, penizimi i madh në rrugën Peti. Absolutisht. Ashtu, jo, desha thënë diçka, po nuk e duhet keq. Nëse tenton të më tallësh? Jo, kishte lidhje me se si punsojmë neve, se vazhdova fjalë. Unë kam bërë një monolog të vogël atëherë në fillim, po ti ma fal. Do të riheshtur. Do të rishë. Jo, dua të flasësh shumë, po ato fjalë duhet i thuash her pas here. Për shembull, thua o bukurosh her pas here, ku diu. Gjatë monologut. Kur të flas, shko monolog, jo monolog, do bëj dialog me mua. Po pra, po ti the monolog. Unë në fakt jo, doja ta bëja dialog me ty, doja të flisja për me gjitha te këto lajmet që janë për hapur. Unë doja të flisja për atë lajmin e Sidës së madhe nga Gjirokastra. Po çfarë ishte? Në Gjirokastër ishte? Në Gjirokastër. A është e vërtetë thua? Ata dhe unë nuk e di është e vërtetë kjo, por jo, ata dolën e përgjigjëstruan edhe doktorë. Po sa veta ishin përfshirë? Gjithë stafin. Se dikush tha që ishte orgji, po problemi është që ndoshta s'është orgji, ndoshta është se para ndoshta ka probabilitet që gjatë orgjisë disa mund mos ta marrin sitën. Po ata që s'bëjnë gjë. Unë zakonisht për orgji kështu jam. Por mund të jetë që njëri ka sida, po pastaj po jepte gjak, për shkak kryetari i bashkisë, siç je vazhdimisht gjak, e aty u ngatroi gjaku me të tjerë, pra mund të jetë diçka shumë e ndershme. Se jepta ishte shumë burrë mirë. Po ndoshta ai mund të jetë, tash nuk po them kryetari i bashkisë Gjirokastës, ndoshta s'është ashtu se ky lajm është pak debatuar. Po ndoshta ai mund të ishte dhe mund të ishte diçka e tillë, pra ai për të mirën e njerëzve të qytetit vet ka dhënë gjak, për shembull shkërkuar gjak diku siç na çojnë neve gjithmonë letra. E pastaj kanë shkuar edhe të tjerë, gjaku është ngatruar dhe kanë dalë shumë vet atje. Pra mund të jetë një orgji, mund të jetë një njeri që do një dhe pastaj do dhe një tjetër, pastaj tjetri do dhe një tjetër, s'kan çfarë të bëjnë në qyteza të vogla gjatë pasdites dhe s'ka filluar, ishte para sezonit turistik kjo? Nuk e di, po shkoj në administrata mua më duket sikur po s'ke çfarë të bësh aty o burr. Mërzitesh mo, i ke parasysh këto gratë që bëjnë atë çantën gati një orë para, për shembull, është në orën 4, edhe në orën 3 ato fillojnë bëjnë kështu. Po thonë normalisht që bëjnë seks aty se 80% janë pasi lloj ambicie. Jo se ato njerëz me ambicie nuk bëjnë seks, po bëjnë më pak se nuk kanë kohë. Po ti administrata, nëse s'ke ambicie fare në jetë, shkon në administratë. Se ti ke ambicien e vetme që të gjesh një punë të rehatshme. Që 20 vjeç, kështu që absolutisht çfarë do bësh, do bësh seks. Aty mbi tavolina besoj. Jo. Mbi tavolinë. Në tavolinë. Në tavolinë. Ja, Mos e krej kaq shumë. Nëse tani me që ishim te këto lajmet, edhe kjo për shembull u konsiderua si një fake news. Një gjë tjetër, nuk e di ai pe këto gratë me ato shamit që i filmuan. Kjo është ende, policia e ka përgjigjëstruar, ka thënë janë thjesht ata që rrinë nga Durrësi. Po pra mujahedinët. Mujahedinët, Po pse me furgon të kuq ata? Çfarë bënin me furgon të kuq? Ajo është zakonisht për pedofilat që hapen kështu edhe ka karamele.
Se shikon talibanët kanë kështu që marrin çunat vegjël dhe kërcejnë. Ke Po mira, ajo është kulturë. Kulturë. Po i kam parë 2 video. Mos kërkoni kërcimtar apo Ndoshta ta luajnë belin. Kështu policia tha që jo. Nuk ishin kërcimtar. Nuk janë kërcimtar, dha, ata kanë qenë vetëm gratë vogla. Gratë vogla. Por me ëndra të mëdha. Me ëndra për të punuar në bashki. Po jo, po, dakord, po këto gratë ku janë këto? Janë në kampe? Në kamp qëndrojnë ata të gjithë se duan të vrasin. Po ku furgonin e kuq? Ka edhe në kamp furgonin. Kushton e furgonin kuq? Çfarë jetojnë ata? Po ata janë pjesë e familjes mbretërore, mo janë këta që mbështesin mbretin. Duhet të kenë një lek. Ja si këta leka zogut po të pasin. E ke kuriku, se zogu kuriku atëherë kishte, pa ky tani. Ose ma ky ka gjetur toka, se ti që ai pallati ti shbi tokën e ti. Mos sa që kaloja bëj kështu, 4000 euro metri katror, ka dyqane, 6000 është dyqani, sipër është 2500-3000 euro metri katror, me këtë tokë që ka marrë ky i bie e zëm ka marrë për shembull 8 apartamente plus 4 dyqane me qera. Sa që kaloja ti dikur thaja ua kinema dajti, këtu kanë qenë italianë, këtu është bërë filme Beatrice. Tash edhe kështu 4000-5000 euro metri katror, ka dyqane, i bëj vetëm llogaritje të zogut. Kështu bëjon kur vite anda. Se zogu nuk punon. Se mund 4 emisione ka Dalina, ka sponsor sa lek i bie, sa. Jo, zemra nuk dalin llogaritë mia, po të zogut të dalin. Dhe ai nuk punon, më çfarë jeton? Pra, 4000 metri katror. Ka mo. S'ka filluar akoma dyqane, prisa do të bësh shumë lek. Mos po bëj dot një. Ti sa ke bërë? Ke bërë një edhe ti dikur. Jo, s'kam bërë dasëm. S'ke bërë dasëm? Ja. Tek divorc. Ha, direkt. Do të flasë, ke folur të mira, e ke lodhur. Të mira s'kam folur, ka folur të Alkita, mos e ngatra. Të Alkita? Pa. Të mira do flasësh për babin. Jo, po babim ka vdekur shumë kohë përpara, kështu që Mira është në emocione sipër dhe do njerëz që janë në emocione sipër. Mira, kur më vdesi mua Altini, babi më fal, po do vi do shkoj direkt te Mira. Shkoj ti je një nga më fal, nuk duhet të kisha thënë jo kësaj ftese, Dalina. Jo, shikoj, nuk ka problem sepse u Mira si thash kur e përmend herën e kaluar dhe qeshi, kështu që Mira ka thënë humori patjetër. E ma mirë, është intelektuale, normal. Ju të gjithë ju intelektualet, jeni një grup ju i lezetshëm. Çfarë, kjo fjalë intelektuale asnjëherë s'e kam kuptuar. Ku do që i bie ka lexuar një 2 gjëra ose ka, po duhet të jetë kombinuar me IQ themun. Ha, intelektuali është njëri me ndikim në shoqëri, se ke lexuar sa gjëra dhe pastaj ku të thua. Ti ke më shumë IQ apo ke lexuar? Apo i ke të dyja bashkë? Se në artista je. Un kam EQ. EQ. Emotional intelligence. Ke. Pa, shumë. Po se s'do isha këtu unë. Pa. Por edhe gabon. Gabon? Edhe gaboj. E ka për klikime dhe konde atë. E mos do t'i rriti mja pritë, vash. Tani me Meglin, që iku Megli ajo e kështë patur gjithë fajl. Shko, ti je gazetare e respektuar dhe nderuar. Se duket s'ku po të bëj intervjist, ti je shpatula ime. Si të duken këto fake news, se edhe ti ke qenë kështu pjesë e disa nga këtyre. Qa tha ai Kaloti Bixhos, qa tha për ty? Shiko, ore ishte njëri, nuk e di se çka ka, është ky, se tash ky është personazh publik edhe ky tregon hallet e veta. Biles du ta ftojnë në emision. E mori vetë. Po tregoi Edrimeksi i MCN-s. Po. Se di kishte postuar një gjë që duket që ai ose kishte bër ose kishte postuar një gjë që u luaj kazino, dhe ishte portreti një gruaje, aty u mërzita. Janë për disa gra që qarkullojnë, e ditin. Po ishte një gruaje e cila është në çdo foto, po ta vësh në Google ajo del gjithandej kur ka lajme kazinosh në Australi apo në ashtu. Edhe kishte vënë mua kisha flokët Beyond ndërkohë. Por normalisht ishte një trup 70 vjeçare, po i kishte vënë. Dhe duket që kishte nxjerrë ky sepse mua. Unë nuk e ndjek të njeriu, po ma çuan shumë veta. Dhe ky qendër ka shumë i mërzitur sepse Anabeli, ndërkohë që unë isha te Andele, kishte nxjerrë një deklaratë Rudina, jo të Delinda Dishës, më duket, për rrogat. Edhe ky ishte kundërpërgjigjur me këtë gjë që unë luaj Bixhos, që unë ua, sa i ulet. Po, dhe e forta fare di çfarë ishte. Mi që unë luaj Bixhos Kazino. E forta ishte që unë kisha dalë tash tek emisioni im, te Dalina Show, dhe ishte një klip aty dhe poshtë dikush i komentuar. E më që dëgjojnë këtë se ke ludhe Bixhos. Në vërtet ma? Po, tash e hëngra unë, po një pjesë Jo, unë duhet të njohur ty do kisha besuar shumë lloj vesesh përveç Bixhosit. Ti flesh shpejt njerë, nuk e duhet të rish tërkohën atje. Unë kam qenë në kazino disa herë, është atmosferë shumë e bukur, është një fantastike. Ke luajtur? Po, unë luaj me 2000 lekë. Kam qenë një herë me do të luam Bixhos. U kthye intervista anullore me Kam qenë një herë me dikë që luante Bixhos. Edhe ishte era ime parë. Njeriu luante Bixhos, luante. Ti është Bixhosite, pra, luante. Ka shumë vite kjo gjëja. Dhe unë ula dhe më dolën 3 shtata, edhe fitova direkt 1000 euro. Çfarë thua? Po ishte kështu Fati Budallajt. I more i falet, se e pasur. Jo, po shikoj çfarë ndodh me atë që luan Bixhos. Më dolën mua, thash 1000 euro.
I thash atij gëzo, do të marr një mirë. Shumë mirë, tash ti fusim këtu. I humbi për 30 sekonda kanë humbur. Fillojmë kështu edhe me këto bestytni që ta uti pas ke fat, filloj me këmbë lepuri me këto. Unë nëse unë harxoj lekë, po nëse nuk i shoh lekët që janë këpuc, apo xhinse, apo do një investim, apo do një kamera, do një gjë, nuk e quaj atë lloj. Unë vdes të humb lekë, vdes të. Qarta si. Qarta si. Po, jo të më humbi lekët kështu papritur. Dhe ka fituar edhe një herë tjetër ku po xhiroja Snobin, serialin. Kam qenë te Jeta Kazino dhe ka qenë një super staf, i përshëndes. Kam dëshmitar, kanë qenë ato security guard. Ti po ta them këtë se shumë e bukur kazino se do dalë që luaj kazino. Por ka qenë ditëlindja ime 6 korrikë dhe ne kishim një javë që ishim Edhe unë 6 korrikë kam. E dija, se mos e lash ato shumë e di, ne jemi 6 korrikë të dy. Do puthemi në fund që ta shesim. Po ti isha Adi dhe unë isha, edhe thash do luaj se ne kishim një javë që xhironim aty Snobin te kazino. Dhe ka qenë një super ditë sepse unë po mendoja numrat, bra llogaritje ditëlindjen e Gocës nuk mëra. Llogarita ditëlindjen e Gocës tjetër nuk mëra. Tash një sekond, çfarë datë jemi sot se jemi 6 korrik 2021-shit, braj një kështu doli 9-ta. Edhe I thash mi fut gjithat e 9-ta. Besonte këtë? Dhe fitova 400.000 lekë. Po ke dëshmitar, duhet të kesh dhe Meglin, po. Më ke thënë 2 histori, kush është kjo, nuk e njohim. Po, është e vërtet. Më ke thënë 2 histori që ke fituar 2 herë. Po, pati fillestare dhe kjo që kisha përqendrim dhe më erdhi 9-ta në kokë. Po më pse po e di këtë, me zi e kam. Po pse po bësh serioz njerëz, se do fillojmë tash të flasim për dashurinë, Jo, janë tjetër programe. Tore mirë se ku marr po kështu me që jemi se do të pyesë nga ana profesionale etike për fake newsin. Se ti edhe duhet të përballesh shpesh, e di çam thotë gjithmonë kur shkoj te berberi, edhe tani un punoj këtu. Më thotë Adalina si është? Gjithmonë sa më mirë, shumë mirë, është shumë fan. Se duhem si e rreth. Interesant. Jo, thotë kështu. Por ato historitë I shkruan vetë ajo? Ato edhe duke do të thënë ato historitë tua ato të përndjekën, Dalina I bën vetë ato më. Edhe unë kur e mendoja thoya nëse ka kaq fantazi Dalina, isha shumë zidiqar. Po dhe të kem kaq shumë buxhet për aq shumë aktor. Sepse vërtet zërin e modifikojmë se janë zër vërtet, por secili ka interpretimin e vet, po ta dëgjosh. Nga që ti dikur bëret famshme këto historitë, pra I mbam me këto edhe çik seksuale kështu. Po ka qenë vërtet apo se ti edhe historinë tënde idiote tregosh që ti s'do kesh dhe historitë verë dhe nga Pogradeci, që komedian, nuk ke ndonjë histori të zakonshme, je I martuar, gatuan në ushqim libanez, na tha asnjë gjë interesante për ty, asnjë gjë interesante për ty, po edhe ti, po ta tregosh historinë tënde aty në mes, pra po të flasun me ty apo Elona, kur redaktorja do të gjejmë një dhimbje, do të gjejmë diçka. Kështu që secili ka ato gjërat e veta të çuditshme. Ti ndoshta ato që më kanë kur isha I vogël. Apo nuk e di a ka dhimbje brenda kësaj. Nuk e di sa pip kishte kjo gjëja. Po ka shumë. Po ti di unë shaj këtu ti ke këtë emision. Jo, e di, po kjo kishte 3. Se ti zakonisht e thua 1 dhe ka 1 pip, po kjo ishte Byth nuk e censuroj më në shkollë, nuk e censuruan fjalën byth. Jo, censuroj. Nëse unë kur e lexoja Flasim me bordin. Ato Më lër të blidhem me bordin. Ja me sheve këtu mund të bëj ç'të dua. Unë dikur thoja ore nëse kjo ka kaq shumë, unë kam fantazi si njeri. Edhe kur masturbohem ku nuk shkoj. Se I urrej. Jam shumë interesuar di për fantazitë të masturbimit. Edhe jo, po isha ziliqar se thoa nëse I bën kjo vetë thoya pa le kjo si masturbohet. Nëse ato ishin histori që po I shpike ti. Po. Jo. Janë shumë të vërteta, edhe historia ju që se besoni, më tregoni historinë tuaj dhe do shtangeni nga historia juaj. Thjesht nuk dini trofeni dhe kaq. Këtë I thashë unë atij zotrisë, thashë unë nuk e besoja deri momentin që e njoha Dalinën. Ore po kështu, sikur ke vdekur të ka bërë ndonjëherë ti, se do ishim të fake news-et. Jo, s'jam aq e famshme unë. Mirushka Bashën. Do të kesh famë të tillë që njerëzit të shtangen. Kurse mua do thon, "Po sa gjuna, kaq." Ose vdiqet ajo se na çau veshët, kupton? Jo, mo, do ishte shok. Po ja, shok. Ti je edhe shëndetshme pra po. Po, kështu shok që pse se jam e fortë edhe se kapi vdekjen e mbërtheu. Po, bën pilates, bën boks, nuk e di çfarë bën, edhe vdiq. Gjithë atë bëj. Po. Ta nxjerrim nesër këtu që shesim emisione. Mirushin e shket atë nxjerrin. Domethënë, 2 njerëz që I kanë shtrydhur është Mirushi sikur vdiste. Po pse do kujtoa Mirushi ti? Po nga këto fake news-et, sa I njërin 3 muaj vdiste. Po, nuk jeton më. Tani vdiq për fare. Okej. Po ja thua vetes apo do? Jo, realisht ta konfirmoja. Kjo edhe çdo shprehje, kështu që vjen nga lashësia greke apo nga do që tjetë, ja veshin Robert Ndrenikës, I ke para ato? Që gjua hekur s'është, po hekur thyet. Ose nga këto mos e fut në azil, se vdesin shqiptarët. Po pra pash diçka që shkuar Luana me ti ka kurth. Luana ti ka kurth njerëzit. Si e lini ti ka kurthin në azil? Po ndoshta është më I lumtur aty. S'ka jo njeri. S'ka njeri, po çfarë? Luana e mund mos e kishte filmuar. Që shkojte ti nga kurthi. Po mund ta kishte shmangur filmimin. Se ishte dikush. Nuk e kam përpunuar akoma. Ishte bashkë me atë. Sa të pyesja po se dia si kishte dhe muhabetin me Luanën. Nuk ka probleme me muhabet me Luanën. Luana zemër mund mos e kisha filmuar Tinkën ashtu. Po pse? Po jo shkoj për ta filmuar, se nuk shkoj thjesht për ta takuar, se nuk e ka të vetën.
Pse të shkoj njëri i famshëm të takoj dikë kot. Pse jo mos është Tinka Kurti, është nën Pashakua. Po si mund të çon një njeri thjesht do i takoj Tinka Kurti në azil? Me gjithë respektin, nëse nuk e di çka ose ke ndonjë frymëzim, e respekton dhe thua, përse largu reagon, po ti kush nga njerëzit e thjesht çohet tash të shkote Tinka Kurti thjesht për muhabet atje. Po në Shkodër më është 1 orë larg. Po mirë, më ti ishe 1 orë larg nga Meryl Streep për shembull. E kanë futur në azil. Po pse të shkote Meryl Streep të takoj në azil? S'do vijete? Varet çfarë gjë është. Me ka patur punë të vështirë. Nëse ajo do ishte kthjellët mjaftueshëm Meryl Streep që më tregon ndonjë gjë interesante, për shembull, ka bërë ndonjë gjë me De Niro në atë filmi Filan apo Sophie's Choice, ku diun këto. Atëherë do thosh diçka, por nëse s'është do bëja Meryl Streep, do bëja foto gjunaf, s'bëj foto. Nëse nuk do të kaloj në sociale tash se kam një tendencë që të mos jam fani, kështu që më mba fani, të lutem, nëse jam fani. Jo aq sa ty se po të Askush nuk është fani. Ti erdhe dhe u habite që më the mua që nje fani. Po si mund të bëj një njeri Anabelin dhe Andale dhe mos e fani? Më ke bërë shumë qeshur disa herë, okej, e pranoj. Po s'mund ta bësh dot. Dhe çdo njeri që bën sidomos një media do të ketë sens humori, se ndryshe si do ja dal. Ti sidomos kur je edhe çik kështu si vulnerabel, si kështu, bën një humor ashtu më kënaq. Tani po se do kaloj edhe në një temë tjetër, po para se të kalojmë te për këtë ti fake newsin si e shikon këtë shokun që duan të krijojnë gjithkohë. Se ju tash gjithandej tani nuk e merr vesh. Ja më e për mua nxorën që jo ka 3 thith ka kështu. Po shikoj fake newsi ka ekzistuar gjithmonë, se thashë theme kanë qenë. Po jo unë s'kam 3 thith. Kanë 3 Po 3 thith ka. Mos kanë nxjerrë Kesiana te emisioni vet, sa e pyet gjithmonë 1 cica apo 3 cica, e ka fiksimat pyetja. Thuaj Kesiana bëj atë 1 apo 3. Shko, nuk ka asgjë që mund të ngacmoj burrat më shumë se ke 1 apo ke njërë në një burr me 1. Kam njërë unë dikë me 1. Nuk është se problem. Edhe po të kisha do ta thoja. Normalisht. Jo, ai ke njërë kështu, thjesht ka qenë muhabeti që gëzuar un kam një kohë. Gëzuar me qira fjala. Mund mos e pishti se ti s'e ke që e fal folin. Ajo është e mirë kur do të shplash to sallamin tona që unë kam shumë qejf. U vdes për sallamin tona. Jo aq sa unë. Jo realisht. Unë kam parë dhe fabrikën nga afër, kështu që çdo njeri që ka dyshim po, është torç. Është super sallam edhe unë i dua shumë familjen tonë, kam mbështetur të Andale, kam mbështetur Anabelin, kam mbështetur gjithmonë. Kam mbështetur mua prodhimet e mia dhe çdo njeri që ka bërë prodhime dhe jashtë Anabelit që ka filluar te Anabeli ka mbështetur, kështu që janë shumë të mirë si familje dhe këtë familje këtu e dua shumë sepse jam vetëm unë jam te Electromagic, jam kështu fan se mieles. Po ato gatimet libaneze që bëjun me këto të Hagen, me Hagen bën. Me Hagen bën. Unë kam Milen atje që ashtu? Po. Thash se dua unë. A ka Electromagic? Po ka një super tharse. Ne do ta marr atë se më hangri veshët. Edhe fshesa korrente, por ne po vazhdojmë shumë me këtë situatë edhe. Nëse. Këtë thash se kisha vërtet në fakt, se më çau mbythën Maria. Nëse. Që të kalojmë nga ky seriozitet, unë do kaloj në një lajm që duket shumë qesharak në fakt, që thotë ambasadori indian flet nga Pogradeci. Po CEO që nga Pogradeci, nga qyteti im i dashur. Kishte thënë që do sjellim sa më shumë indian këtu. Nuk e di ekse për Shqipëri, për Pogradeci, vetëm po ikni nga Pogradeci të pak, do ikni në një vend tjetër, ikni Leskovik. I ke parti që ka vërdall shumë kështu indian. Po kur porosis ushimin janë shumë, edhe e gjejnë adresën në mënyrë të frikshme. Si e shikon këtë gjë, të shqetëson apo pritet në një vend që po zhvillohet? Jo, nuk më shqetëson fare, sepse unë s'ke frikë që do dalësh në 2 natë. Po jo nuk kam frikë fare sepse unë e shoh dhe nga ana e punëdhënësit. Po jo nuk të përdunon se je i huaj. Po emigrantët zakonisht i bëjnë këtë. Jo, emigrantët po provoj Shqipërinë në vitin 90 që ne çalonim, që bënim sikur çalonim që rrugëve se kishin frikë. Provoj shqiptarët e po lutesh që dikush mos e qef. Provoj bashkëkombësit e tu në vitin 90 se ti ke lidhur çik më vonë. Dhe shoh se ça tmerri ka qenë përdunimi, ky muhabeti i përdunimit. Të përdunonin në Shqipëri pa më thua dikur shqiptarët. Ishte unë kam qenë adoleshente në vitin 90, ka qenë sa e bukur adoleshenca, ka qenë super e bukur, por ishte shumë e frikshme. Po pavarësisht tash rreziku me njerëz të huaj që nuk përshtaten këtu është gjithandej, nuk është vetëm te ne. Por unë flas si punëdhënëse, nëse ti nuk gjen, po nëse s'gjen krah punë, nëse nuk punojnë, nëse rrogat janë shumë të larta dhe kualiteti punës nuk është, se ke edhe plot njerëz këtu që duan rrogën shumë të lartë por nuk t'i japin mbrapsht. Jo Melisa. Tashi mund të zvendçojmë gjithta me Bangladeshës? Unë do të merra nga Afrika kameraman fakt sepse jemi shumë keq me kameramanët. Edhe i kishin $300 rrogën atje, edhe thash po marrë vesh shtëpi kështu po 600-700.000 lekë. Edhe punoni. Problemi me Afrikën është ata nuk dinë shipen, edhe Po e mira që mund të përdorësh fëmijët aty të lajnë xhamat bën gjërat. Po, edhe po vdiqja e fëmia, askush nuk e. Po, me këtë ta zvendçojmë në afrikanë? Do ti? Shkam një fiksim ato afrikanët edhe Olenit i thash. Gjemi nga Nigeria, se janë shumë shkatha, janë shumë tiva. Të shkatha në punë apo? Nuk e di, nuk i provoj këta, po pyet gjëra të çuditshme. Po kënaqesh emisioni im? Po kënaqem. Çfarë folëm për lavatriçe për 3 Super. A do ta bëj edhe një episod tjetër me mua?
Po ta bëja, po duhet të ishe përgatitur e pastaj që të bëjmë një kështu si dyshe. Po mirë, do gjejmë një temë. Ti më ke marrë si të ftuar mua, unë kam marrë si shoqëruesi apo. Sot doja të rifnim ne çik të kënaqesh. Më rifja? Jo, në anglisht, jo, lakë se do kemë edhe Jacqueline Lekatarin më vonë. Po jo, Jacqueline nuk e ka problem, po të rifem unë. Sa mirë që ajo do vi direkt edhe do ta dëgjoj këtë. Para se prisa të më godisi çik të më vrisi, më dom duket. Të dua, po duhet të rrisi çiklikimet. Çikoda që nuk është se ti po fish për compliments, po edhe po fish. Pa absolutisht nuk kam parë ty në komedi, them që pa modesti, unë gjithmonë them një ndër më të mirët, por në atë lloj formati si respekton ti stand-up comedy, nuk e ka respektuar asnjëri deri tani dhe unë kam parë shumë stand-up comedy. Sezonin tjetër më merr publik. Publiku duhet. Ma ngrojnë ata, ma ngrenë, kur flas të herë me këta kënaqem. Nëse faleminderit shumë për komplimentat, unë jam lëng poshtë tani. Jam i gjithi. Kalojmë në Friendly Fire.